Boksi shkodran do të përfasohet në Amerikë në një ndeshje shumë të rëndësishme në disiplinën e boksit profesionist. Do të jetë boksieri i talentuar Arjan Kajoshi që shoqërohet në trajnerin e tij i vllaznisë Lazarin Villa. Pikërisht me profesor Vilën, përpara nisjes drejt Amerikës. Profesor, një ndeshje e madhe kjo. Të drejtën është hera parë që zhvillohet ndeshje në këto përmasa në Amerikë. Kjo është fal e fal Nelson Hys, i cili ka arrit të bëjë një bashkëpunim me Ardian Çuka, ose i cili ka kompaninë Çuka Boxing Promotion. Bëhet një aktivitet i cili Arjan Kajoshi do të luftojë për një titull WBA, dhe me këtë shpresojmë, sepse ndeshja është shumë e vështirë, shpresojmë fitoren e tij. Me fitoren e tij, Arjan Kajoshi do të arrijë të kapin 13-shën në renditje 13-shën të kjo federat, dhe në ranking botëror shkon i 48. 17 ndeshje në profesionizëm, 17 fitore, është një bilanc shumë pozitiv për Kajoshin, dhe në një bisedë që zhvilluam me të, ai premtoi fitore 18. Ju besoni? Patjetër që besoj, unë besoj shumë te Arjan Kajoshi, e ka marrë shumë seriozisht këtë ndeshje. Ka pothuajse 2 muaj e gjys, i cili është të bëjë një stërvitje shumë fort, sepse kjo ndeshje do të jetë 10 raunde, pra ashtu përgatit në mënyrë serioze dhe në mënyrë intensive. Por përveç kësaj ndeshje, në momentin që kthehena prej Amerikës, ne do të vazhdojmë me ndeshje të tjera këtu, sepse direkt me datën 9 prill do të fillojnë edhe Memorial Vllaznia. Një memorial që duket nga organizimi se do të jetë në një stad më të lartë se vitet e fundit. Po, gas, është e vërtet. Tham drejtën, para gjysore të konfirmoj edhe ekipi polak. Gjithashtu, sot në drek ka konfirmu edhe ekipi Moldavis, normalisht Malizi, Kosova, Kroacia, Bullgaria, Macedonia. Kemi plot ditë që me pritje e konfirmimeve tjera, kështu që besoj që këtë vit do të bëhet një aktivitet shumë i fortë, me rivalitet shumë të madh. Gjithashtu shpresojmë që edhe boksierët e ekipeve tona shqiptare të përgjigjen në mënyrën e tyre më të mirë, që edhe ne të krijojmë një kombëtare shumë fort për të rivalizuar ekipet që vinë. Memoriali zhvillohet brenda një dite apo të ketë? Jo, memoriali, domethënë, ekipet vinë me datën 9 prill, mrritja e ekipeve dhe akomodimi i tyre. Me datën 10 është dita e parë, 11 dita e dytë, me 12 janë finalet, dhe me 13 është mbyllja e aktivitetit dhe largimi i ekipeve. Është gati Vllaznia për këtë memorial, si është elementi? Vllaznia është gati, por me qenë se kjo është aktivitet ndërkombëtar, domethënë ekipi do të përfaqësohet nga boksierët më të mirë Shqipërisë, por do të krijohet kombëtarja e ekipit shqiptar. Patjetër që ekipi i Vllaznisë ka 4 deri në 5 boksierë që do të marrin pjesë në këtë aktivitet, por normalisht do të paraqiten te ky aktivitet edhe kampionët dhe kampionët shqiptar, dhe të gjithë boksierët të cilët pretendojnë me shku në për kampionate europiane, botërore, kualifikuese. Por kjo është një test i mirë edhe i boksierëve tonë për në arenën ndërkombëtare. Profesor Villa, u bën disa vite që jeni pjesë të boksit shkodranat i shqiptar, fillimisht ishte bokser kampion dhe për shumë vitesh trajner. Ndërkohë, keni pasur fatin të punoni prej vitesh edhe me trajner, me kryetrajnerin Zef Gjoni, që vazhdon të jetë edhe që mosha ati është të thyre, vazhdon të jetë non-stop prezent në palestër. Keni përfituar patjetër për ti? Gason, tham drejtën për ditë vetëm sa mësoj për ti, kam përfituar shumë. Edhe duke di, për mua është një nder ku ka 18 vite që jam trajner ekipit të Vllaznisë, të fillu për të gjitha grup moshave që i kam marrë në radhë. Dhe për mua është shkollë. Prezenca e profesor Zefit për mua ka qenë shkollë dhe vazhdoj me kanë shkollë në mësimin lidhe me pjesën e boksit, në pjesën e stërvitjes, me pjesën e komunikimit edhe me ekipet, me ndërkombëtarët, me të gjithë. Urojmë që sukseset vazhdojnë në vitet e ardhshme, konkretisht suksesin në Amerikë, aty është vëmendja e gjithëve. Faleminderit. Sa diçka në Amerikë na nisna me 26 mars, do të bëjmë stërvitje 10 ditë në Amerikë. Mandej me datën 4 prill është ndeshja, cilën Arjan Kajoshi do të njihte në ring. Kështu që faleminderit edhe për intervistën.
Urojmë të ktheheni me fitore. Faleminderit.